Liga unike në basketbol për femra ka mbyllur një ditë më parë takimet e rregullta për t'ia lënë tashmë vendin fazës finale. Janë përcaktuar edhe 4 ekipet e kualifikuara që janë Bashkimi i Prizrenit, Peja, Flamurtari dhe Partizani. Pritet që ndeshjen e play-offit për të përcaktuar edhe ekipin fitues të luhet nga data 18 në 20 mars në qytetin e Vlorës. Në ndeshjen e fundit të sezonit të rregulluar, ekipi i Flamurtarit ka humbur përballë Pejës në shifrat 54-63. Një ndeshje plot rivalitet mes të dyja skuadrave që është vendosur vetëm në 10 minutat e fundit. Takimi ka nisur form ndërsa 10 minutat e para janë mbyllur në barazim 13-13. E njëjta situatë ka vijuar edhe në 10 minutat e dyta ku Flamurtari ka shënuar 18 pikë, ndërsa ekipi kosovar 3 më shumë duke mbyllur pjesën e parë në avantazhin 34-31. Pas pushimit perioda e tretë është më e mirë për ekipin vlonjat që shënon 16 pikë kundrejt vetëm 9 të kundërshtarit, ndërsa kryeson në shifrat 47-43. Perioda e fundit është sërish të luftuar, por fundi i saj është më i mirë për ekipin e Pejës që menaxhon lojën dhe arrin të shkojë në avantazh, duke ruajtur deri në fund, duke mbyllur dhe ndeshjen me fitore në rezultatin 54-63. Megjithatë, të dyja skuadrat kualifikohen në fazën finale, teksa tashmë gjithçka për ekipin fitues në ligën unike të këtij edicioni do të përcaktohet në ndeshjet finale që do të luhen nga data 18 deri më 20 mars në Vlorë.